Nëse një djalë ose një vajzë 2-13 vjeçare fillon në familje ose në shoqëri flet për lloje të ndryshme të armëve, ajo është një alarm i keq. E marrim edhe analizojmë ajo çka konsumohet edhe çka jepet në rrjetet sociale. Për shembull, a ka frymë të re ose formë të re të ekstremizmit ose identifikim të formave të reja të ekstremizmit që i prek të rinj. Për shembull, forma të cilat janë antishtëtërore, të themi, grupi i të rinjve që dojnë mu bo pjesë e një grupi që janë kundër shtetit, për themi. Në parim, gjitha çdo ideologji që i flasim janë antishtëtërore, sepse shkojnë kundërshtim me rendin kushtetues, me logjikën e ndërtimit të shtetit dhe solidaritetit shoqëror ose të njerëzve që i takojnë në shteti. Edhe si e tillë ajo mundet me arrit shumë shpejt përmes ndikimit në këtë moshë, që ata edhe me formu grupe, po të njëjtën kohë edhe me pas interesim pasaj edhe për qasje në armë ose në mjetet tjera të dhunshme. Edhe unë, për shembull, e mendoj që është jashtëzakonisht më rëndësishme, sidomos prindërit, që po pajtohen që sot kanë shumë më pak kohë me kushtu fëmijëve, prindërit duhet me pas jashtëzakonisht kujdes nëse fëmijët fillojnë të besojnë këto konspiracionet dhe spjegimet religjioze si të vërteta dhe ato i lidhin me kurreshtin për armë, si përdoret arma ose si fillojnë të flasin për lloje të ndryshme të armëve. Nëse një djalë ose një vajzë 2-13 vjeçare fillon në familje ose në shoqëri flet për lloje të ndryshme të armëve, ajo është një alarm i keq, është një alert i madh që do duhet ta kenë prindërit së pari, pastaj mësuesit apo të tjerët.